Në ndërim të jetës dhe veprës së profesorit Dujakës, më lejoni që të kërkoj nga ju që të ngritemi fillimisht për 1 minutë heshtje. Të nderuar të pranishëm, e nderuara familje Dujaka, shumë i dashur djeli, djali profesorit Aziz, e nderuara zonja Fatlije, bashkëshortja e profesorit Aziz, të nderuar përfaqësues të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, të nderuar kryetar dhe përfaqësues të federatave sportive, i nderuar i drejtor i Departamentit të Sportit Iber Alaj, të nderuar antar të Komitetit Olimpik, të nderuar musafir të veçantë nga Mali Zi, Shqipëria dhe Maqedonia Veriore, të dashur student, dekan, prodekan, profesor të nderuar dhe ju pjesëmarrës. 22 prilli për të gjithë ne mbetet një ditë e thyer. Me dhimbje të thellë morëm lajmin e ndarjes nga jeta e profesorit Aziz Dujakës, njeriut i cili la gjurmë të pashlyeshme në jetën dhe shoqërinë tonë. Profesor Azizi ishte shumë më tepër se një mësimdhënës. Ai ishte edukator, frymëzues, udhërrëfyes, shkencëtar sportiv dhe mbi të gjitha një njeri me zemër shumë të madhe dhe definitivisht një profesor shembullor për të gjithë ata që njehen. Gjatë 4 dekadave të punës në Universitetin e Prishtinës dhe shumë institucioneve të tjera, ai dha sportit dhe arsimin, dashurinë dhe përkushtimin me sinqeritetin më të madh të mundshëm që kishte. Qysh në moshë të re, ushqua si një sportist i dalluar. Ishte kampion në gjimnastik, në not, në skem, në tenis dhe në zhytje. Sporti për të nuk ishte vetëm pasion, por mënyrë e jetesës që e përcolli deri në fund të jetës së tij. Si pedagog i Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit, për 40 vjet mbeti shtyllë e dijes dhe shembull i profesionalizmit të një profesorit model. Thënë me një fjalë, profesor Azizi ishte një ekspert i vërtet, që shumë vende të rajonit na i kishin lakmi. Edhe përballë smundjes së rënd, profesor Azizi ishte po ai i njëjti, i cili me dinitet dhe qetësi, pa i trazuar të tjera, e pranoi smundje. Sot bashkë me familjen Dujaka, ne humbëm një mik të madh, një koleg të rrallë, një mentor të paharruar, por trashëgimin që la, si dije, dashurinë për sportin, shembullin njerëzor, do të jetojnë përgjithmonë në zemrat tona. Profesor Aziz Gjakov, siç të quanim shumë herë, preho në paqe miku im. Emri, vepra dhe shpirti juaj fisnik nuk do të harrohen kurrë. Lavdi. Unë sjell fort i mikrofonit, prandaj mos jeni kuçuar. Jam mjaft i entuziazmuar që ju shoh që i bëni nderim mikut juaj Azizit dhe vllaut ton dhe shpjanikut ton. Unë isha dhe jem ende një 10 vjet para Azizit, por Azizi ka qenë shtylla e shtëpisë tonë. Në momentet ma kritike, kur kam pas dilema, unë dhe rreth nesh, Azizi ishte tjetër. Unë
kam qenë shumë më shpërthys, a i me një buzëqeshi të letë, veçaj që ka pas, vente dhe i qitë të gjitha gjanat në vetë, me një zemërqërsi, me një butësi njerëzore. Prandaj, unë atë e kam pas thash ma shumë se sa vlla. Dhe i falenderoj shumë për gjitha ato që ka banë. Në vitet e 90-ta, kur arsimi në Kosovë bante betej të historike për të mbet gjallë, për të mbet në ato kushte të okupimit që kishte fillu. Një ditë e kam pa në Gjakovë, kërkoj ku është, më thanë që është malë kërqarve atje. Kish kap një sharë dhe vend të drasa për rreth shpive të reja. Kish nisë zanatin e babës Recepit Zdrukthar. Ashtu punoj disa vite radhë dhe prej asaj të olin drejt e dhomat e vjetjes. Dhe rreth vetit i murë nipat, të cilët ishin të rritshëm dhe i aftësoj për jetë. Më thanë, ka qenë një njeri i thjesht, e njefni edhe ju, një njeri punëtor, si shjeni edhe ju, dhe për mu mbetet një kujtim i paharrueshëm dhe s'di se si do t'i dalë haku tonë, po edhe në tjerë për rreth tij. Unë nuk kam ma shumë se kaq, ju dëshiroj jetë të gjatë të dendur shkencore, arsimore, studentët t'i shoh këtu dhe ma larg në punën e tyre arsimore, shkencore dhe sportive të tjerë. Ju falemnderës që në nderot familjen dhe shpirtin e Aziz Dyakës. U pafshim për të mira.